Ish sulmuesi i njohur anglez Kevin Phillips, fituesi këpucës së artë në Premier League në vitin 2000, mendon se Anis Mehmeti nuk duhej të kishte lëshuar deklarata si ato në ditët e tij të para të Ipswichi, pas fitores ndaj Derby County, ku ai ishte protagonisti tek të dy golat. Futbollisti shqiptar deklaroi se skuadra e tij ishte më e forta në kampionat. Sipas Phillips, një deklaratë e tillë do i krijojë më shumë probleme klubit. Jo, nuk janë, pasi nuk janë në majtë të klasifikimit. Mos të keq kuptohemi, janë një skuadër shumë e mirë, e kam thënë shumë herë që pres që të jenë në fund të kampionatit afër dyshës së parë, për të mos thënë një prej dy skuadrave aty, por Coventry dhe Middlesbrough janë skuadrat më të mira në kampionat për momentin, pasi gjenden në dy vendet e para. Unë e kuptoj sepse Mehmeti doli dhe e tha një gjë të tillë, por është një deklaratë e madhe pasi për momentin nuk janë në majën e klasifikimit. Nëse unë do të isha një nga shokët e skuadrës së tij, me shumë mundësi do i thosha që të mos e bënte atë lloj deklarate, pasi tashmë do të kthehesh në një objektiv për të tjerët javë pas jave, ishin fjalët e Phillips drejtuar sulmuesit shqiptar.